Jona, pjesë e transformimit është të vendosësh limita, vendosësh kufinj. Edhe në mënyrë se si sillesh apo si të tjerë sillen me ty apo si të shohin ty. Edhe kjo mua më duket një proces i vështirë. Për shembull, kam shumë dëshirë të them që mos më merr në këtë orë. Po si mund ta them këtë kur se kam bërë deri tash, po tash fillova unë, po ta tjetër jo kjo edhe s'më flet. Them ky s'do më flasi, kjo s'do më flasi, do të jam të çmendur si e bëj këtë. Kam dhënë her pas here pikë pyetje, sa që dua të bëj limite për shembull. Dhe nuk harroj kur më ka ndodhur një herë dhe kjo është si thua leksioni i jetës time, isha maternitet, po lindja. Isha duke bërë një kopertinë, ndërkohë kisha revistën Anabel dhe ishte kopertina e Adelina Ismailit. Dhe kishte ndodhur një incident. Unë isha në maternitet, me vajzën time të vogël 2012-ën. Dhe nuk e di se çfarë kishte ndodhur një incident me një nga stafi im, për të cilën bashkëshorti i Adelinës ishte shumë i irrituar. Dhe ai më merr telefon në maternitet, sapo kisha lindur. Se unë kam trup shumë të fortë, kështu që unë lind edhe nuk dua as morfinë, domethënë e kam ka dhënë Zoti, ka thënë shkon punë. Edhe më shkruajti dhe unë i theva përgjigje. Thav, çfarë është kjo? Ishte shumë nervoz. Dhe unë i the përgjigje dhe i them që të lutem se sa kam lindur. Është problemi yt që e ngre. Dhe ishte nuk u bë shumë leksion më një herë, po unë e mendoj gjithmonë sepse jam ndier shumë kur kam poshtruar veten time, kupton se ishte ai moment dhe nuk ka lidhje me fëmijën apo momentin special. Kështu si ishte edhe fëmia 2, special është, po jo aq sa i pari, kështu që isha mësuar pak nga pjesë. Po fakti që ai njeriu nuk tha më fal apo jo, po ma tha seleksion, ti vetë zgjodhe ta ngresh telefonin, të flasësh, kështu që tash do flasim ose ndryq, kupton? Dhe unë vazhdova mora me këtë dhe më mund kam hequr nga puna. Atë njeriu në stafit që bëri këtë problemin, e hoqa në maternitet mbas lindjes, por gjithmonë më kujtohet ajo dhe them ja shiko se si e bën veten. Dhe pastaj vjen një moment që nuk mban më, sepse ti je në një moshë të 40-at që ti ke fëmijët i ke të rritur, punën, nuk të falet më që ti eksperimenton, tashmë diçka duhet të marrë një drejtim, duhet të ketë një destinacion, kështu që je në këtë 40-at. Sa e vështirë është kjo, si mund të vëmë në limitet vetes, si mund të themi jo. Problemi i vënies së limiteve nuk është vetëm e grave, por është edhe e burrave. Sepse edhe burrat kanë vështirësi të thonë jo drejt burrave që kërkojnë favore ose nder në fundjavë në kohë në familjen që e shikoj shumë të shpesht këtë dhe burrat nuk thonë jo kollaj, do të thonë po. Por gratë janë ato që i kanë si karakteristikë të kultivuar, që do thotë të jenë të duruara, të pranojnë, të bëjnë gjëra më shumë për të tjerët, si ajo makina perfekte në sy të tjerëve. Dhe patjetër të vendosësh limite në shoqëri kolektive është e vështirë, sepse do prishim marrëdhënien. Pra, gjithmonë ndryshimi do shoqërohet me një humbje, i bie. Dhe ne do të vendosim se çfarë humbje do marrim ose humbjen e marrëdhënies ose do humbim veten. Kështu që vështirësia është këtu. Çfarë kam kuptuar unë më të thjesht, paktën nga praktika, është që ndoshta me fjalën mund të jetë shumë e vështirë. Njerëzit e kanë të vështirë të t'ju thuash jo dhe ta marrin në të jon tënde si diçka që ti e mendon si ndryshim të mirë për veten tënde, do e shikojnë si diçka si kufizim dhe limitim për ata. E kemi parë që është më e lehtë përmes sjelljes. Të shkurtojmë sjelljen. Për shembull, siç të është përballur të është thënë mos e ngre telefonin. Pas lindjes, maternitet. Ose mos i përgjigj shumë telefonatave nga persona të cilët e di që do të kërkojnë favore, ose të tipit pra me sjelljen mund të jetë më e thjeshtë se sa me fjalën, ose t'ia sqarosh personit, sepse Ardita si e bëre ti? Po. Si the joti? Dhe kë humbe, përveç pjesës martesës, po them, a humbe njerëz? Humba gjithë njerëzit e panevojshëm në jetën time që i kisha thjesht vampira që si thuash furnizoheshin nga unë me energji, me ndere, me favore, në thonë za s'ka gjë se këto shkoj e bëj unë këtë marrun, atë e mbaroj unë, e ke parasysh ti. Por tek ti po flisja unë them dhe po konstatoja që është gabimi ynë që ne nuk vendosim dot rregulla, por nuk është se ata mund t'i quajmë gabim. Ndoshta edhe neve po t'na toleroj dikush dhe po të marr përsipër, ndjehemi shumë komod dhe gjendemi rehat që po bëje dhe ti nuk arrin dot ta kuptosh që atë tjetrin po e konsumon. Kështu që na mbetet neve të vendosim limite, të vendosim rregulla, sepse dhe jo të viktimizohemi në thonjza që bobo si nuk e kuptojnë këto që mua më lodhën, më zauruan,
nuk e kuptojnë, sepse ato Jo, po unë do marrin. të them, si ka guxim Ato ky po e njeriu, marrin pa. dhe ajo është shumë okay nga ana e tij. Ti që nuk je okay, ti je personi që duhet reagosh dhe duhet vendosësh rregulla. Më kujtoi një moment tani që po flisnim. Ka qenë diku mbas ndarjes që ne kaluam në një shtëpi tjetër bashkë me fëmijët e mi. Dhe mbaj mend që ishte diku vonë mbas ditës dhe do porosisnim diçka për të ngrënë. Pra ishim sistemuar duke vendosur gjërat, as kohë për të gatuar, as gjë tjetër. Dhe ju them fëmijëve që porosisni diçka, çfarë të doni edhe është okay. E dëgjoj që i dhash telefonin që të fliste ai të porosiste me çfarë pa këtë me atë, që mos merresha unë edhe e dëgjoj që i bën porosim për 2. Edhe unë ndërkohë mbetem dhe po prisja që ta mbyllte telefonin për të kuptuar për si ti vërtet 2 apo nuk e dëgjova unë. Edhe i them okay, po. Çfarë porosite këtë? Sa porosite 2? I tha shumë po për mua? Më shikojnë të dy kështu edhe më drejtojnë të pse doje ti? Dhe ishte një leksion shumë i vlefshëm për mua që të kuptoj që nuk ishte faji ti, por ishte faji im që atyre ju kisha bërë gjithmonë ditur që unë isha i personi që nuk doja, që nuk isha nevojë, që isha gjithmonë okay, që s'më mungonte asgjë dhe prioriteti çdo gjë ishin ata, edhe çdo kusht tjetër. Pra ishte një veprim shumë i zakonshëm, por që mua më bëri të kuptoj që unë duhet ndryshoj qasjen time, sepse kur unë nuk e fus veten në plan, si do të më fusi dikush tjetër, qofte edhe fëmia në këtë rast. Dhe kjo është një nga ato gjëra që ti prap të bën të ndryshosh dhe të fillosh të vësh veten tënde përpara dhe pastaj të tjerët. Ardita, Abdullah, unë e nisa programin, e nisa me ëmbëlsirat e Viktorias, me këtë tea time, sepse doja që të celebronim dhe të Abdullah është 50 tani, po prap 50 je shumë në formë. Gjithsesi është kohë për të celebruar edhe një moshë tjetër, për të celebruar edhe ndryshime të mëdha dhe transformime. Nuk e di nga ana energjisë si e gjen veten tani, se nuk je më e vogël se mua. Absolutisht, po si e gjen veten tash në energji dhe në çfarë ke mësuar? Ku je tani në këtë pikë? Jam përpjekur të gjej burimet energjisë time, cilat i kam gjetur më shumti në të ushtruarit në palestër. E nisa për të shkarkuar komplet të energjitë e mia negative, mendjen dhe çdo lloj ngarkese që po merrja nga të gjitha anët dhe bëra shumë mirë. E nisa para shumë vitesh në fakt dhe besoj që ka qenë një nga gjërat që mua më ka mbajtur mendjen të kthjellët në vend. Dhe është investim që ti ja bën vetes në pjesën tënde mendore, sigurisht për edhe 5 ditë në javë. 5 ditë në javë. Përse që mas ndarjes apo para ndarjes? Para ndarjes. Super. Por e shoh që është një stërvitje e vijuar që besoj sot jam në formë për të punuar, për të marrë me veten time, për t'ju dalë 2 adoleshentëve, për të zhvilluar një punë cila do një energji të jashtëzakonshme dhe një mendje shumë të kthjellët. Por do të thoja që çdo njeri nuk ka dallim këtu femra apo meshkuj, çdo njeri duhet të kontribojë tek trupi i tij, sepse një nga këto gjërat që ti fillon dhe shikon dhe vlerëson më së tepërmi tani është që kur ti kalon 40-at, fillon dhe i ndjen ndryshimet e para në trup, pak dhjamosje më shumë këtu apo pak diferencë diku tjetër. Duhet vlerësojmë çdo moment atë që kemi në këtë moment, sepse nesër do jetë një ndryshim ndryshe dhe nuk jemi koshient kur e kemi, pra kur jemi në kushte optimale fizike pa na filluar ato dhimbjet e ku diun. Ky që vendoshta herët, po e di që do vi një moment. Po si mendojmë fare, po punoj shumë, po punoj shumë me veten për këtë gjë që të paktën të them të shijoj dhe ta gëzoj formën fizike dhe mendore në cilën ndodhem. Do jetë një fazë që do kaloj, do jetë një fazë që do të vi edhe nuk do të jetë më siç është, por që duke kontribuar dhe duke e vlerësuar edhe duke mirëmbajtur sa më shumë të mundemi, por duke qenë mirënjohës. Ndërkohë Ardita profesionalisht, ku je në çfarë pike? E di që ke food lovers, e di që e do shumë, është projekti, duket sikur është projekti jetës tënde. Në fakt po. Profesionalisht mendoj që kam arritur atë balancën që gjithmonë kam kërkuar.
për momentin, sepse normalisht do vazhdosh gjithmonë, jeta është e tillë, kështu që asnjëherë nuk stopon së investuari në veten, së ndërtuari gjëra të reja, së kontribuari jo vetëm në ato që ti bën, por edhe rreth teje, se më mendoj që pra të ndërtuarit një gjë nuk është vetëm të bësh ti gjë për vete, po edhe të transmetosh në atë komunitetin e vogël ku ti jeton, në një formë apo në një tjetër. Mendoj që po, jam në atë balancën që të gjithë duhet ta kërkojmë, mes asaj profesionale, fizike, mendore, pra duke bërë një balancë të drejtë mes gjithave obligimeve që kemi, por edhe duke e shijuar dhe duke qenë mirënjohëse për fazën në të cilën ndodhesh. E nje më Ardetën e para 10 viteve? E njoh, dhe unë jam këtu fal asaj, Ardete, në fakt. Shumë gjëra kanë ndryshuar, por thelbi jo. Pra, thjesht Ardeta ka marrë kohën e vet për t'i çuar gjërat atje ku ishte nisur dhe nuk është asgjë e re për mua nga çfarë unë mendoja dikur. Ishte thjesht ajo çështja për ta ekzekutuar gjithë ato që unë kisha në mendje. Fantastike. Abdullah, ne bëm një çika për pjesën e ndryshimeve, por unë do të bëja një pyetje që është shkon pak për te edhe pjesës tënde personale që kishte lidhje edhe me ndryshimet të mëdha që na ndodhin. Pra, shpeshherë do na ndodh një ndryshim shumë i madh, do na ndodh një divorc, një humbje që ne të transformohemi. Sa e vështirë është dhe kjo vlen edhe për Jonën. A kërkon njëri të transformohet nëse nuk i ndodhi goditja? A mundet njeriu ta kuptoj që ka nevojë që të ndryshoj pa ndodhur asgjë e madhe, apo duhet ndodhi diçka? Mendoj se po. E bukur, jo, shumë e bukur. Unë mendoj që fatkeqësisht po, duhet të ndodhi. Sepse përmes me thënë, për me arrit në fund, me prek fundin e oqeanit ose çfarë do qoftë, ti nuk ngritesh. Fatmirësisht ose mundësisht gjitha historitë me qenë që me qenë një ngritje pozitive, edhe ngritja fillon vetëm duke dash tjetër, nga asgjë tjetër. Duke u ndërgjegjësuar për rëndësinë e dhuratës më të madhe dhe më të pa mirënjohëse që individi i bën, ose disa individ në jetën e përditshme i bëjnë dhuratës që është jeta. Domethënë, unë mendoj që transformimi fillon duke u ndërgjegjësuar që çdo ditë që zgjohemi të jemi mirënjohës, nëse se bëjmë këtë praktik, humbim, kështu edhe Ardeta, domethënë qa vlen e sotmja, dhe ata, sepse personat që arrin të kenë rënje ose trauma tilla, ata e humbin pak me realitetin. Dhe e vetëm mënyrë ose mënyra më e mirë për me u kthy është vetëm për me kuptu momentin. Që tani ndodhi çfarë ndodhi, jeta po vazhdon, jemi mirënjohës që je gjallë, edhe po vazhdon. Mund të bësh gjëra më të mira, dakshofshin ka tragjedira të ndryshme, njerëzit prapë kanë kurajen, jetojnë, sepse në fundi gjithë do vdesin. Jeta dhe vdekja janë gjërat më të pandashme. Pak më parë përmendet emocionet, edhe nuk mund ta lija pa e prekur që një nga 4 emocionet bazë është dhimbja emocionale. Edhe dhimbja emocionale është pikërisht ajo që të dërgon tek transformimi më i madh që njeriu mund të përjetojë nëse dim ta përdorim atë dhimbje ose atë moment që të prek në një pjesë të jetës. Jam shumë dakord. Ndryshe nga ndjesia që zgjat, emocioni është direkt. Vjen në ato 4 sekonda apo 6 sekondat e para që përjetohet. Kështu që ai momenti që të djeg ai shumë mund të shërbej për të ndryshuar edhe gjithë trajektorin e jetës. Po, edhe nuk mund të ja pa e thënë në fakt që rastësisht ndodhur 2 histori shumë bukura dhe duke qenë dhe gjini të ndryshme mund ta prekim edhe faktin se si transformimi vjen tek gjinia, tek gratë që vjen përmes forcës, kërkimit pavarësisë, autonomisë, të gjejnë veten e tyre që rolet nuk ja kanë dhënë, dhe tek burrat rastësisht edhe shumë e bukur që vjen duke kërkuar ndjesinë. Vërtet. Dhe nuk e di se si është tek pjesa juaj. Sigur kërkon pjesën bashkullore, forcën dhe pjesa maskullore që kërkon pjesën femërore. Kjo është shumë e bukur, teksa u dëgjoja si histori, edhe pak e rrallë për burrat, që të kërkojnë pjesën e ndjesisë në transformimin e tyre. Vërtet. Si gjendesh në komunitet burrash? Mirë, në princip unë mendoj që e vërtet fjalori emocional është jo karakteristike mirë fillt për me shkojt. Po aty fillon transformimi.
sepse si janë ato që në fëmini kur thash kondry dhe në që djali nuk qanë këto, që aty fillon që ta bësh ti jo natyrshëm të fortë atë që nuk qanë, domethënë, ose në moment caktuar i tregojnë që nuk është dobësi me çaj. Transformimi elementar vjen nga pyetja. Në vetë transformimin tënd, nëse ti e bën vetes pyetjet me filtra, nëse vetës i thua të jon, përveç tjerëve, edhe jon, kjo fillon puna me veten. Duhet të dish të rrish me veten, është një gjë. Mendoj se njerëzit duhet dinë të rrinë me veten për të bërë pyetje të cilat ndihmojnë. Po ne më ndihmojnë. shumë me veten, kjo është një fakt i madh që ne harrojmë që kohën më të madhe kalojmë me veten. Raportin që krijojmë me veten, gjuhën që flasim me veten është ajo që na karakterizon ose çfarë përqojmë. Si është ajo? Ne në çdo në gjithmonë në jetë lejmë gjurmë. Edhe mundësisht me gjurmë emocionale, mundësisht me lënë sa më të mira. Është principi im me tentu për me kriju një harmoni. Kur s'ka harmoni me kuptu për çfarë pse s'ndodhi harmonia mes familjes, kolegëve, edhe me u përpjek. Por mendon se ke një prirje për pjesën e empatisë dhe ndjeshmërisë edhe të ardhur? Po, është empatia shumë interesante, empatia unë gjatë kësaj kam mësuar empatinë në nivele tjera. Domethënë empatia çfarë është si ta zhvillojmë. Po vetë ke pasur si po nuk isha qenë. Unë empatia kur e kam bërë testin personal nuk kam qenë shumë empatik. Nuk e qenë? Pastaj kur e kam bërë pas një viti ca, unë e dhash desha ta mësoj atë dhe ta praktikoj dhe e ndryshova dhe jam mirënjohës asaj sepse nuk e kisha ditë realisht empatinë. Kishte qenë ajo edhe mshuria, po jo. Empatia është të jesh prezent. Unë shpesh kam dashur të zgjidh problemet e njerëzve. Edhe pastaj mësova që ti vetëm të jesh prezent e njerëzit të e ki kry punën. Jo gjithmonë njerëzit dojnë me au zgjidh problemet. Lere dhe të folaj, dhe kur ti do me adhe një dorë, thua, do me nda përvojën time. Dhe unë e kështu e mësova empatinë. Sepse përpara kam qenë ashtu edhe më shkatru, sepse tjetër i ke penguar ti kur i ke dhënë shumë mend. S'ke nevojë me dhënë mend. Empatia është dëgjim. Këto e mësova rrugës. Që ma vetë shumë interesante dhe do të vazhdo të ishte, në qoftë se neve do të bërim një temë të lirë, por në qoftë se gjatë bisedës keni dëgjuar një zgjidhje telefoni, në fakt është e ftuara që kërpret nga Anglia, sepse po, kemi edhe dy të ftuar të tjerë, thash një është në Angli, një zonjë e cila tregon transformimin e vet dhe nga humbja e peshës dhe pastaj edhe ndrimin e profesionit dhe gjërat që ajo bën që dhe pastaj është dhe një zonjë që është për momentin në Mek në një pelegrinazh, por para se të ishte të ky pelegrinazh fizik ka bërë dhe një pelegrinazh shpirtëror ku mbas një depresioni ka kuptuar dhe më shumë dhe ka njohur veten. Kështu që ndërkohë që telefoni binte dhe neve nuk dhe ishte transmetim dhe nuk e njoftonim dot. Unë po dëgjoja edhe u kënaqa me ju. Ishte shumë e bukur, ishte shumë kënaqësi të kishim në studio. Si thash edhe unë jam shumë e lumtur, prandaj thash edhe vesh edhe me lule, dhe jemi me lule kështu pranverore, edhe pse jemi në Vjesht. Për t'ju gëzuar edhe është bukur t'i gëzosh transformimeve, është bukur t'i gëzosh, është një shprehje shumë e bukur gjithmonë e kunderës, lehtësia e papërballueshme e shpirtit. Këtë radhë është shumë e përballueshme, lehtësia është më së përballueshme, ajo lehtësia që t'jep kur ti heq njerëz, heq zakone, heq gjëra nga vetja edhe si thua është shumë e lehtë për të marrë gjëra të tjera të mëdha përpara, kështu që është unë e kam eksperiencë personale, është e mrekullueshme, sfiduese çdo ditë, por ke sfidën, janë sfidat e tua pa gacime të janë ato që të bëjnë, ato që të bëjnë, po. Do të falenderoj shumë për sot patjetër, po edhe për çfarë temash trajton, tema sociale që kemi kaq shumë nevojë ti cekim, ti shkarfisim edhe ti sjellim kaq natyrshëm dhe pa filtra tek ato njerëzit që janë të vërtet nga ana tjetër. Kështu që faleminderit. Është tita jonë. Është po s'folëm për këto gjëra, domethënë thjesht do ecim si fantazmat e thrillerit të Michael Jacksonit rrugëve, edhe është mirë që dikush të dëgjon të sot. Është ajo pyetje që bëra, po ndonjëherë kur s'ke një dramë madhe a transformohesh në fakt mund ta gjesh, pra mund të jetë një ditë, çdo ditë mund të jetë, pra ose kjo bisedë mund të jetë, si thua, një indicë që njeriu të kërkojë të përmirësoj veten. Kudo le të jetë kjo në YouTube për vite me radhë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe i lutem merri me vete kur unë e di që ti je me ushqimin gjithkohës, po duhet të provosh të ditorës. Jo, këto do doja ti konsumoja. Kështu që merrni dhe me vete. Janë aq të mira se edhe për binjakët, po. Sepse me telefonatën nuk ndajmë dot ushqim